Bashkia e Tiranës duhet i bëj gishin kokës dhe ta shikoj mundësinë si ta pastroj më mirë Tiranën. Ka formana më të ndryshme. Pse t'i hiqen plerat dytën? Makinat vinë, bllokon edhe rrugën, makinat e plerat hiqen natën ose herët në mëngjes. Ne kemi trafik tepër të rënduar. Prandaj të vrasëm mendjen si ta zgjidhim këtë problem. Kemi parë qytete europiane dhe kemi parë qytete të ndryshme europiane. Dhe ka qytete europiane që është ashtu, fiks, siç u tha, ka qytete europiane që nuk është ashtu. Pse? Aty ku është gjithçka pastër, nuk është thjesht bashkia që pastron. Është çdo qytetar që nuk ndot. Dhe jo vetëm nuk ndot, por respekton një sistem shumë rigoroz, rregullash të vendosura për oraret, kur hidhen mbetjet, për ndarjen e mbetjeve në burim e të tjera e tjera e tjera.